Zotni, a janë pak ata që shëlbohen? Kjo pyetje përmban vetvete atë dyshimin e thellë rreth çështjes së pështimit e të shëlbimit. Kush do ta fitojnë Parisin? A do tetan do të shkojnë Paris? A thu premend tetan do të bana pjesë? Plani i Zotit është që gjithë të shëlbohen. E përmes Krishtit tetan janë pështu me të shëlbu. Rëndësi ka përgjigja jonë në një këtij shëlbimi. Mundoni me hynë për derë të ngushtë përgjigjet Krishti, sepse gjanat që në bjarje. Mundonu që vullneti juit përputhet me vullnetin e Zotit, që liria juit jetë e lirë në Zotin. Ju këtë gjatë do të me kërku përshëndit për shpirtit shajt. Premend Krishti na ka pështu, premend Krishti na ka shëlbu, por se si që thot Shën Agustini një i Zot që të ka kriju pa të pyet ty nuk don me të pështu e me të shëlbu pa marrë përgjigjen tënde. Don përgjigjen tënde. Kja është e tëna. Zoti don përgjigjen tonë. Ai na ka shëlbu tanëve. Po kush kthen përgjigje, është çështje tjetër. Është çështje lirie mandaj, çështja e shëlbimit.